ku ndryshon Durrësi nga Fieri. Pse? Ku në Fier nuk ka asnjë kandidat nga Partia Demokratike të ketë bërë kërkesë një. Nuk ka kandidat nga Partia Demokratike të ketë bërë kërkesë për hapjen e kutive. Që do të thotë sipas jush që do thotë nuk ka vullnet, pra nuk ka vullnet. Pra ju po thoni që Partia Demokratike është e kënaqur me rezultatin, nuk kërkon rihapjen e kutive, por brenda partisë ka disa kandidat të zhgënjur nga sistemi i... Nuk do të hapi Durrësin se e di çka ka në Durrës. Çfarë ka? Ka në Durrës tjetërsin vote, pra. Edhe i bie gjithë kauza Partisë Demokratike. Mendoj që ajo që ka ndodhur në Durrës është shumë e rëndë se ajo që ka ndodhur në Tiranë, unë ju siguroj. Dhe nëse hapen kutijet e Durrësit, ne do shikojmë. Tani ti ke dy kandidatë në Durrës në listë hapur që kërthon orë thotë janë tjetërsuar votat e nxjerrim me video. Tani partia pse nuk merr urë thotë por të rinumërojnë të gjitha kutit. Do të thotë masakra zgjedhore e ka bërë brenda shtëpisë vet. Qofse rezulton që është bërë masakra zgjedhore brenda shtëpisë vet, i bie kauza Partisë Demokratike, nuk ka më kauzë. Ka mbaruar punë. Nuk ka as drejt ankohet për kundërshtarin. Rama i vjedh zgjedhjet. Po e le ti vjedh i vjedh. Problemi është ti çka ke bërë për këtë punë. Ti nga ana jote ke vjedh shtëpinë tënde. Pra kandidatët kanë vjedhur njëri tjetrin? Jo, por nuk vjedhin kandidatët, jo. Se ata numërus të ati vë partia. Se unë s'dit këtë vë numërus pra ju thoni që partia, po... Zonja Kuçana nuk besoj se ka caktuar numërus në KZZ. I ka caktuar partia. Por pasi nuk janë kandidatët ata të cilët zgjedhin... Jo. Disa kandidatë caktojnë. Edhe i caktojnë. Po, ke edhe në Tiranë që kanë caktuar kandidatët numërus të KZZ-ve. Ke edhe në Durrës që kanë caktuar kandidatët numërus të KZZ-ve. Vërteta duhen thënë. E ditë që është hap në Elbasan apo? Janë hap kutitë e materialeve zgjedhore. Nuk do numërohen vota në Elbasan. Nuk do shikojnë për kë kanë votuar në mënyrë preferenciale qytetarët e Elbasanit. Do i numërojnë vetëm janë 500 fletë votimi apo jo?